I lajmërohet që ajo është i sinqert, është besnik, ka qëllim serios për çfarë? Për martesë. Dhe ajo i beson atij, dhe ajo e pranon atë, dhe ajo takohet me te, dhe ajo vazhdon me te një periudhë, një kohë të saktuar, ndërsa familja nuk di asgjë. Dhe i riu pastaj e ka shumë të lehtë që t'i thotë, "Volma, deri sot edhe u kry." E ka shumë të lehtë. Për çfarë arsye? Për arsye se baba i vajzës nuk di asgjë, vëllau i vajzës nuk di asgjë, familja e vajzës nuk din asgjë. Deri sot edhe u kry. Del një problem i vogël apo e shkakton qëllimisht një problem të vogël dhe ndahen shumë lehtë, dhe mbetet vajza pa krah, dhe mbetet vajza pa ndihmë, dhe mbetet e vetmuar në dhomë duke qajt hallin e saj, kush do t'i ndihmon asaj tash? Djali që e dashti, djali që e pranoj, djali që i besoj, e ka tradhtuar. Familja nuk është në gjendje ta ndihmon sa ajo nuk di asgjë. Si me i tregu tash babës e familjes e dikujt? Si me i tregu që ma vetëm se çdo gjë ka përfundu? Ku është problemi? Problemi është hyrja në një rrugë në të zezë për të përfunduar pastaj në të bardhë. Mos e lejo një gjë të tillë.